Pse kishat për shembull duhet të përgjigjen pozitivisht ftesës për unitet në lutje dhe agjerim përpara Perëndisë? Por tani Zoti na mëson vetë thot në lutje moha që ta tjenë një. Uniteti nuk është kërkesë e vushit sepse ne po zgjohemi. Është ajo që Perëndia na urdhëron dhe urdhërat e Perëndisë nuk duhet të jenë të tërsueshme. Ai thot lutemi që ati të jemi një. Uniteti është gjë shumë e rëndësishme. Sepse kur jemi së bashku ne jemi të fortë. Pastor Liri foli për Babelin, por domethënë ata ishin të fortë sepse ishin së bashku. Normalisht që Babeli solli, domethënë ata donin që të bëheshin si Zoti, por duhet dim gjë tjetër që dhe veprat e apostujve ishin një. Dhe ata folën domethënë uniteti çliron. Ishin një mendje. Më kupton, kur ata lutën së bashku në një vend, në një mendje, fryma e Shenjtës zbriti. Do thotë që uniteti nuk është i dëmshëm. Në Babel ishte i dëmshëm sepse ata donin të bëheshin si Zoti. Ne nuk duam të bëhemi Zoti, ne duam të cillim Zotin në mesin tonë. Ne duam që ai të ndërtohet. Dhe kur vjen fryma e Shenjtë pastaj, ore tjetërsojnë gjërat, dhe nuk jem më me forcën tënde, nuk jem më me fuqitë tua si pastor, po përpiqem të ndryshoj, do rri me atë, do pi një kafe. Jo. Perëndia ndryshon atë. Dhe ti qirohesh sepse nuk e ke më stresin që ne pastorët kemi që të ndryshojmë komunitetin, por Zoti që lëviz dhe ti jep lavdin Zotit. Sepse unë mendoj që mungesa e lutjes është të mos i japësh licencë Zotit të ndërhyjë në tokë. Kur ne nuk lutemi, nuk japim licencë Perëndisë, nuk japim leje atit. Kur ne lutemi, ne japim leje Zotit. Themi Zot, tani vepro ti, boll me ne. Boll ne përpoqem ne me fuqitë tona, boll përpoqem ne me ato modalitetet tona, me mënyrat tona si psikolog apo si njerëz domethënë që bëjmë terapi apo që rrim edhe kalojmë kohë, ham dhe së bashku, rrim së bashku, është perëndishme edhe kjo. Nuk ka gjë të keqe, por nuk e bën dot pa Perëndin. Që se Zoti ndërhyn, atëherë gjëra ndryshojnë. Prandaj duhet një lutje dhe agjerim në mesin e kishës. Kur kisha thyn gjujin, kur kisha shkon te Perëndia, them Zot, boll, ne duam tani ty, boll me gjërat tona. Ne kërkojmë prezencën tënde në mesin tonë. Në momentin që ti ndërjetësohesh për të gjë, atëherë Perëndia vepron, sepse thot, ta pas ka kuptuar që nuk është as me forcë, as me fuqi, po nga fryma ime, thot Zerubabeli, tek Habakuku. Cilat mund të jenë disa nga kërkesat ose përgjithsisht kërkesat që mundet të shoqërojnë këto ditë lutje dhe agjerimi nga data 17 deri në datën 19 qershor? Po ne si komitet kemi sugjeruar 3 boshte, kombi, familja dhe kisha. Pra kombin, sepse po shikojmë situatën që po kalon, pa edhe para se të fillonin protestat, ne e dimë që ky komb ka nevojë dhe ka pas nevojë për lutje ndërmjetësim. Familja, duke qenë që familja ka qenë duke u goditur shumë së fundmi, me ligje të ndryshme, me vendimarrje të ndryshme, pa edhe për te vendimarrjeve, familja ka qenë duke u goditur thjesht nga kultura që ka qenë duke hyrë, pra edhe pa vendimarrje qeverie, familja shqiptare nuk është më ajo që ka qenë. Kisha, po nuk u zgju kisha si do zgjohet kombi. Për shembull, kur ndodhen ngjarjet me kullat binjake në New York, shumë drejtues kishash erdhën së bashku, i lan anash agjendat e tyre, i lan anash përçarjet. Pse? Ngjarja që kishte ndodhur ishte shokuese sa askush nuk mund të rinte më tek ai bunkeri vetë dhe të shtinte njëri tjetrit, po thanë, le dalim nga bunkerët tonë, le të vim bashkë. Pra, kur ndodhin ngjarje të tilla, ti del nga istikami, del nga bunkeri dhe shkon e thu, po unë do bashkohem me pastor të tjerë nga qyteti im për të ardhur në lutje në agjerim. Dhe unë mendoj që ne jetojmë në epokë të tillë që kisha, familja dhe kombi kanë nevojë për ndërhyrjen e Zotit, po kisha e para. Pastaj kombi.